Atëherë po e them më qartë. Aleta Muka, kur morën nga Talja, që e çuan në Rusi për ta përdhunuar në bordello, që kishte dhe aparatura, morën ta godisnin keq. Atje ishte një vajzë e bukur, por 70 vjeçe, që ishte 10 vjeçe, e kishin zmadhuar. Dhe e prostituonin duket 70 vjeçe për ta pushtëruar. Ajo ka qenë shumë për Alketën, se u mblodhën grup me durin, e goditën me shkop. Alketën e 5 ose 7 vjeçe. 7, besoj. Ajo qante dhe qeshte. I thoshte se mirë më bëre. Nuk është faji të është Jezuit. Jezuit e vrau pronaren. E zvogloi, se s'kishte mënyrë tjetër që ta vriste. E vrave ti, fëqi, me Jezuin. Nese, fuqia e pëlqeu vajzën 70 vjeçe, që u kthye 15 vjeçe dhe ishte shumë e bukur. Vajzë gjatë e holl dhe e urtë. Qante, kishte ndjenja. Mbrojtja Alketën. E futi në barkun e saj dhe ikën. Arriti 5 muaj të fshihej me atë vajzë. Dhe me të dashurin e saj. Ishin të lumtur. Por një ditë shfaqet Jezui. Një smur më dorë. I thot asaj vajzës: unë të kisha lënë 70 vjeçe, a merr vesh? Ti s'duhet të rish 15 vjeçe. Gjen shumë Alketën. Ku është ajo vajzë? Nuk e di ku e kanë çuar. Dhe vajza. Dhe u largua vajza. Natën shkon e merr, s'është i fiksuar, ta kthente 70 vjeçe. E sheh që ishte shtatzan. Por nuk u shkoi mendja që mund të ishte Alketa. Por i tha do ta marrën këtë fëmijë. E di që do ngjaj ty. Dhe doli me një shanë në këmbë. Ai kuptoi që s'ishte Alketa. Por ngjante shumë. Jezusi ja dha përsëri Tales. Ngjan me Alketën. Do i lejë me Alketa Mukës. S'dua ta humb. Jezusi që ka një depil shumë i madh. Të pëlqeu vetja që vrave Alketën dhe mori pasuritë e Alketës. Po ku ke vajtur më djalë? A je i pasur? Nuk quhesh i pasur, quhesh gravina e shqyrjeve, zhuleve. Nëse mendon që të kesh pasuri, ti je gravina e shqyrjeve e zhuleve, ke humbur gratat. O Jezu, ishe më i bukur pa pasuri.